Ky emision u mundsua nga Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Besoj e keni pa se si shteti është vërsul qumshtorës Vita. Ata thonë se po bën inspektime për shkak të përdorimit të qumshtit pluhur dhe vajit të palmes. Ndërkohë kjo kompani, sikurse edhe kompani tjera, sistematikisht inspektohen nga Avuku. Për të paktën 6 vjet, sa është në pushtet Albin Kurti, ka ndodhur inspektime. Dhe asnjë prej këtyre inspektimeve nuk ka konstatuar shkelje të rregullave për përdorim të vajit të palmes dhe të qumshtit pluhur. Analizat kanë tregu në vazhdimsi se qumshti Vita është 100% qumsht. Megjithatë, kjo nuk po i mjafton pushtetit, i cili i është vërsul këtij prodhuesi privat më të madhit në Kosovë në fushën e vet. Para pak ditësh, një grup njerëzish të udhëhequr nga këshilltarja e Armend Mujes, së bashku me militantë tjerë dhe zyrtarë tjerë, janë nisë nga Prishtina, se gjaja po shkojnë në Troft në Istog për një grup punues ku do të diskutojë për një udhëzim administrativ. Dhe pasi kanë shkuar në Istog, këshilltarja e Armend Mujes i ka informuar se po shkojmë në qumshtorën Vita për inspektim pa paralajmërim. Asnjëri prej zyrtarëve nuk ka qenë informuar. Dhe kur kanë shkuar aty gjithë ky grup, natyrisht drejtuesit e qumshtorës nuk kanë pranuar që të filloj inspektimi pa qenë mediat aty. Sepse kanë pasur dyshime të mëdha se ky është një sulm që i organizuar nga pushteti, duke e parë numrin prej 20 e sa personash, shumica prej tyre staf politik. Për këtë çështje do të flasim bashkë me visarin sonte, dhe natyrisht do të shpalosë detaje tjera se çka ka ndodhur me këtë sulm. Do të shpalosim detaje që pushteti nuk e ka me qumshtin, nuk e ka as me vajin e palmes, e as me qumshtin pluhur, por e ka me pronarin e saj, Blerim Devollin. Mirëmbrëma visar. E keni përcjell gjithë këtë situatë. Dhe besoj ju kujtohet se nuk është sulmi i parë i organizuar kundër familjes Devolli, është i dyti kaq i madh pas sulmit në Plan Kosova. Kisha dashur me ditë prej teje fillimisht se cili është raporti vetëvendosjes me Blerim Devollin. Raporti i vetëvendosjes me familjen Devollit, tash edhe me blerimin edhe me shkëlqimin, ka qenë, them kështu, me ngritje dhe rënje. Pra lëvizja vetëvendosjes që ka tregu disa herë dhe Florin Krasniqi. Për një kohë gjatë ka marrë edhe fonde nga Devoll, nga familja Devoll, tash po them Devoll, nuk e di unë se unë s'kam qenë atë takim, s'dia ka qenë blerimi e shkëlqimi a dy të bashk, për fushrata. Domethënë, edhe këta ka dëshmuar dhe Florin Krasniqi me çka qenë aty ka qenë Albin Kurti, ka pas takime me ta. Unë sa kam qenë deputet i vetëvendosjes, se kam pas një takim me shkëlqim Devollin. Dhe kjo ka qenë koha kur na e patëm bën një komision hetimor për privatizimin e fabrikës së amortizatorëve. Në atë kohë, kam pas takim me kërkesë të zotit Devolli për me diskutuar se çka po dojmë me atë komision dhe cili është qëndrimi jonë. Edhe aty kom thonë që na nuk kemi problem me procesin e privatizimit si tillë, as nuk kemi problem unë personalisht me ty. Unë kam problem me procedurat e ndjekura, të cilat mua atëherë, sipas informatave, më dukshin që kam pasur shumë shkelje. Domethënë informatat që kisha dhe prandaj kemi ngritur komisionin hetimor. Na dojmë me hetu këtë proces privatizimi dhe në fund nëse ka qenë procesi privatizimit me të meta, atëherë natyrisht që përgjegjësinë e Agjencia Kosovare e Privatizimit e jo Blersi, kështu ka qenë qëndrimi jonë. Më kujtohet që kom pas edhe fjalime parapërsisht rreth asaj kohe në kuvend, ato besoj që mund gjenden edhe në YouTube, sa kam qenë kryetari i grupit parlamentar, në të cilën në mënyrë specifike kom thënë disa herë. Problemet që na i kemi me disa prej bizneseve të pronësuara nga qoftë Blerim Devolli ose Shkëlqim Devolli, është lloji i biznesit me cilin na nuk pajtohemi, jo me prodhimin, jo me biznesin në përgjithësi.
Pra e mundu me e bok të ndarë, nuk kemi problem me prodhimin e qumsh, nuk kemi problem me fabrikat produse. Kemi problem, për shembull, kemi pas problem me Z-Mobile, për arsye që neve na duke atëherë se po e dëmton Telekomin e Kosovës. Kjo ka qenë. Domethënë çfarë do të thonë është që problemi atëherë i vetvendosës, spaku jo nga këndvështrimi, nuk ka qenë personal dhe i personalizuar. A ka marrë parë vetvendosje nga familja Devolli? Po, ka marrë. Ka marrë parë? Po. Pra parë ka marrë? Si për fushat, si tim natyrisht. fushat. Po, natyrisht. Po, aso kohë se kishin problem do 2010 kur kanë qenë zgjedhjet, pastaj edhe në këto periudha të tjera, po them unë nuk kam qenë asnjëri pa të takime, kështu nuk i di detajet, po e di që ka marrë parë. Ka folë zoti Krasniqi. Florin Krasniqi ka qenë aty. Ky ka qenë një prej, si më thon, kështu ndërmjetësuesve të takimit. Po, domethënë edhe ky afarist nga Peja dhe pastaj po edhe Albini ka qenë aty. Takimet për këto gjëra ka qenë edhe Albin Kurçi aty. Por pastaj kjo ka filluar me si marrëdhënie, ka fillu në publik spaku me u shfaq si marrëdhënie shumë problematike, veçanërisht prej kohës kur kemi dalë na. Se në kohën kur pak para se me dalën edhe pastaj kjo ka vazhduar që është shndruar në një lloj të personalizimit të luftës, pra ku Albin Kurti ka përdor emrin e Devolve. Pra ai don një figurën për mja vesh të keqen e ekonomisë së Kosovës. Domethënë kur flet për siç folke për shembull, kur flet për degradimin politik të Kosovës, është Hashim Thaçi, kur flet për degradimin ekonomik të Kosovës, i ka këta oligarkët që i quajnë. Devolve. Dhe pse përmenda këtë ndarje të atëhershme, është se atëherë lëvizja vendosje ka qenë shumë e fokusuar në mbrojtjen e prodhimeve vendore. Dhe kur kemi folë për prodhimet vendore, dhe kur kemi bërë fushata për prodhimet vendore, dhe për bojkotim të produkteve nga Serbia, këto fushata janë ndihmu nga prodhuesit vendor, financiarisht po flas. Natyrisht nëse kishin pas këtë çysh më i bëu ata. Pra kanë dhënë parë prodhuesit, ndër prodhuesit kanë qenë gjithë ata që kanë prodhuar, pavarësisht çka kanë prodhuar. Po veçanërisht kanë qenë të interesuar ato bizneset të cilat e shihnin që konkurenca nga Serbia u dëmton të tregun. Njëri prej tyre tregu i qumshtit, për shembull, ka pas edhe tjera, materiale ndërtimore ku ta dijon. Dhe ata besonin se vërtet. Lëvizja vendosje, po. Kur vjen pushtet lëvizja vendosje ka me marr as i masa që ka me mbrojt prodhimin vendor ka shi tjerë. Tash me këtë çfarë po e shohim na dhe me deklarimet që po i shohim, lufta kundër Devolve më e rëndësishme se sa projekti politik për zhvillimin e Kosovës. Mënyra që shpo e paraqesin, nuk po them që krejt është gabim, nuk po them që s'do të me pas inspektime, absolutisht jo. Madje unë mendoj që edhe inspektimet po këtu pajtona me ata që po e mbrojnë qendrimin e qeverisë. Inspektimet nuk bëhen me paralajmërim. Jo, natyrisht. Veç. Por kur po përfshihet politika, çfarë ekspertash janë që ta kur po përfshihet politika, po e bën të dyshim. Kur përfshihet lëvizjave vendosje, për shkak të qendrimeve publike, kjo e bën hala ma dyshim. Apo, Visar, kjo është shiltare e Armend Mujës. A ditë ka qenë në vetur, pra ka hy bashkë me krejt këta njerëz, ka hy gjoja në inspektim. Të gjithë këta përfshirë zyrtarët e Abukut, janë urdhnu nga Majlinda Shabani, një aktiviste vetëvendosës nga Vitia atje, e cila e ka udhëheq krejt këtë operacion. Pra, cila është ekspertiza e saj në raport me qumsht. Kjo si këshilltare nuk ka, nuk i do. Dyta, në qatë pjesën atje, e kemi Fitim Gashin, aktivisti vetëvendosës në Kaçanek. Ja ku është këtu, ja ku është në inspektim, ja duke marrë mostra. Pra, një ekspert tjetër i vetëvendosës, një militant i cili i vërsulet një prodhuesi. Natyrisht, ata që janë ekspert, që punojnë avok, ata e kanë të drejtën e botës, e kanë ligjore. Por stafi politik, ka lyp aty. Një aktiviste tjetër e vetëvendosës. Që kush këtu? E cila ka qenë po ashtu pjesë e këtij operacionit në qumshtorën Vita. Të gjithë këta, këtë proces e bëjnë të kontaminuar. Absolutisht. Besoj që e dini, ish dasht me ditë edhe pjesa tjetër e njerëzve dhe publiku, se një provë në një krim, në një çka do qoftë, kur përzihen njerëz të pa autorizuar, ajo kontaminohet. Është e papërdorshme. Dhe edhe nëse është e vërtet. Sepse personi i pa autorizuar e ka prek, pra e ka kontaminu.
Tash çka do që del në këtë proces, prodhuesi ka të drejtën e botës me pas dyshime. Edhe me kontestu. Me kontestu, sepse është një operacion shumë i madh. Prandaj me që qeveria po pretendon se po rrezikohet shëndeti publik, atëherë duhet të implikohet prokuroria e shtetit. Dhe prokuroria e shtetit të nis hetime për të konstatuar sepse është vepër e rëndë penale rrezikimi i shëndetit publik. Është vepër shumë e rëndë. Dhe nëse prokuroria konstaton që po rrezikohet shëndeti publik, pra duke i marrë mostrat në mënyrë të rregullt, atëherë duhet të ndiqen procedura penale. Nëse konstatohet e kundërta, këta njerëz duhet të ndiqen penalisht. Për shkak të shpërdorimit të detyrës zyrtare. Ma e keqja këtu, pjesë e kësaj, ka qenë edhe një person, Ramadan Memaj, që është vetë prodhues, ka kompanin Ajka nga Prizreni, i cili me dhëna doganore importon vaj. Ka qenë këtu. Qysh? Qysh, pra. Ka importon vaj palme, importon qumsht plur, me dhënat e doganes e Kosovës. Dhe ai ka shku si pjesë e këtij ekipi, ka hyrë në qumshtore. Natyrisht e kanë nxjerrë jashtë. Natyrisht drejtori e kanë nxjerrë jashtë, i ka thënë liri, çka lypti këto. Qysh ka konkurrenca në inspektim? Pra krejt ky proces është një maskarad dhe një sulm i organizuar nga pushteti për ta dëmtu prodhimin, se në fund nuk del kurrë, por këta ja kanë arrit me vu në dyshim konsumatorin kosovar se qumshtoria Vita është e pasigurt. Pra ky ka qenë qëllimi, ja kanë dalë deri diku, por ta shohim se çka ndodh deri në fund. Absolutisht. Atëherë tash unë mendoj që duhet edhe disa gjëra me i diskutu. Për shembull, se unë prapë them po bajtona, po të kishte qenë ta zëm për një me për shëndetin publik, unë kisha përkrah plotësisht aksion. Dhe s'po them që nuk ka elemente. Po s'pari ka një egzagerim te vaji i palmës. Nëse përdoret vaji i palmës. Përdoret gjithandaj. Përdoret në secilin produkt të qumshtit, nuk po flas për qumshtin, po flas produkte të qumshtit që janë të gjitha. Gjalpa, djathi, gati sekret. Dhe krema, secili produkt i qumshtit që shilin në Kosovë, ose më mirë thënë gati se secili përmban edhe vaj palme. Domethënë nëse qenë ka problem rrezik, ose rrezik kaq i madh që po e paraqesin shëndetit publik, pse nuk kanë intervenuar që 6 vjet? Pse nuk intervenojnë ndaj mallrave të importuara, që po ashtu janë me vaj palme. Këta po thonë që aty duhet më specifikuar në mënyrë të qartë që konsumatori me pas të qartë që ky produkt përmban vaj palme. Këto me këto pajtona plotësisht. Secili produkt që përmban vaj palme duhet me pas të qartë. Po. Përshkrimin. Gjova ti mund në supermarket ku i kish të ndane. Në Kosovë. Jo, ato janë komplet si sakt. Gjova ti mund një konsumator në Kosovë i cili për një hin edhe lexon me çaq vëmendje. Pra, nëse të ka kaq rrezik për shëndetin publik, pse s'po ndërmerr spaku një mas ose një fushat vetëdijësimit të qytetarëve me thonë këshillën e mos përdorni vaj palme. Apo jo? Po edhe me ndan market, me thonë këto janë çito janë që se, pastaj unë le të zgjedhë. Apo, e dyta, pse s'po kallzon cilat janë dëmet domethënë saktë të vajit palmës. Dëmet shëndetësore. Që të mi kallzu ato. Apo, edhe produktet e Bashkimit Evropian përmbajnë vaj palme. Apo, një pjesë e konsiderueshme e produkteve ushqimore. Tash, vaji i palmës i bar disa rreziqe nëse konsumohen sasi të mëdha pa pajtona. Nëse për shembull konsumohet në qumsht, atëherë është më i madh për shkak të shpeshësisë së konsumimit të qumshtit. Mund të jetë rreziku më i madh, po jo kaq çysh po e boj. E dyta pastaj. Pse nuk merret avuku dhe institucione të tjera profesioniste me këtë çështje pa përzierjen e politikës? Pse do të për shembull politika, në të rast ministri, unë jam me dalë njerë dhe na spjegu çka ka, cilat domethënia e këtij aksioni. Se këta do të na kallëzojë avuk. Kjo është çështje edhe inspektimi duhet të jetë kaq rutinor sa mos më marr vesh apo jo. Ajo ndodh, edhe na veç sigurohemi që institucionet shtetërore po e kryjnë punën mirë dhe ndina i sigurt. Avuku ka zyra në për regjian, ka në Pej, ka në Prizren, në për dogana, në për gjithka ka. Unë kam komuniku vetë me shefin e zyrës Enver Dem Bogaj nga Peja, cili vazhdimisht e kontrollon regionin e Pejës. Kam komunikua ditë, dhe më ka thonë as jemi të informuar për këtë rast. Pra ka shku një trup politike, që ka marrë me vete trup profesionale, pa e njoftu
shefin e regionit atje dhe i kanë marrë të gjitha këto veprime. Pra, në kryet herës këtu shihet që është një sulm i organizuar për të shkaktuar dëm. Besomni ose jo, ju vendosni, nuk e kam problem shëndetin. Nuk e kam problem shëndetin. E kishin dalë dhe të importuar apo? Po pra, Me vaj palme. po pra, se ki prodhus. Se ky po thotë çka ka thonë. E unë e dëgjova. Moja Kravica ka pas akuza në Serbi që produktet e saj kanë përbëmje kancerogjene. Moja Kravica. Edhe importuar në Kosovë. Në Kosovë ki në tregun tonë. Në marketet tona ki Moja Kravicën. Para, kjo që ty në dyshim se nuk e kam problem këta. Helmin, këta e kam problem kush është personi që e prodhon. Kush është Blerim Devollin e kam. Se fillimisht e goditën Klan Kosovën, si më të madhe në televizion, pastaj vitën si kompaninë më të madhe për prodhimit të qumshtit dhe të produkteve të saj. Andaj që kjo është ky domi që këta mundohen mi a shkaktu këtyre njerëzve dhe rrjedhimisht mi nënshtru më të veçlit. Se duke godit më të madhin, që thojnë të tjere të friksohen. Dhe kemi më rrinë në një situatë sot, njerëzit mos me pas besim. Pra kjo është thirrje për mos besim në raport me prodhuesit e vendit. Mos besim. Për më tepër krijimin i një panike të panevojshme, se kur flitet për shëndetin publik, njerëzit automatikisht të shëndetit janë shumë ndishëm. Kur gjë më shumë nuk mundet me ta quaj kështu me disiplinu qytetarin, se sa kur krijohet një përshtypje një rrezikimi të shëndetit publik apo jo. Na kemi pas për shembull rastin e pandemisë. Meq u rrezikoi ke shëndeti publik, na kemi pas që jemi disiplinu, edhe kemi bërë këtë që na kanë thonë qeveria, po. Kena ngjit maska, i kena lënë durt. Se kur është shëndeti publik, njerëzit janë shumë të ndjeshëm. Dhe tash kur e kesh përdorti temën e shëndetit publik, për do luftra politike janë në këtej. Është jashtëzakonisht e dëmshme sepse krijon një përshtypje edhe krijon një situatë shumë problematike të qytetarëve pastaj. Leti që nuk e konsumojnë tash për shembull qumshtin vit ose nesër mund mos sa konsumojnë. Po ministri dia tha ka shumë që importojnë vaj palme në Kosovë. Ai gati se tha praktikisht krejt prodhuesit importojnë. Tash ai bën që asnjë produkt qumshtit të vendit mos me përdorur kur. Ai vjen çdo. Domethënë veç me marrë importumin. Ai importumin me vaj palme. Po për ato thekë na i kemi certifikata që na vijnë për vendeve dhe kështu kryhet. Pse si aty certifikata? Pse s'pja për këti certifikata? Enzan, që ta ka shkel ligjin, i shqiptan gjop deri në mbyllje, ama duke i ndjek procedura. A bën edhe një pyetje tjetër. Nëse qenë ka problem produktet e fabrikës Vita, s'po thon vetëm të qumshin krejt. Pse nuk shkon me marrë ato produkte? Pse produkti final më intereson, unë që ato që e blej, e ti që e blej, që ato me ma marrë dhe me shku me analizu. Dhe me thonë të këqyre që të që Të japave në analizë. Produkti është blerë në marketin Interex. Pra me metodën e rastësisë. Është blerë në Interex, janë bë analizat, ka dalë rezultati. Nuk ki nevojë të hiç me shku atje. A ke qitë produktet në treg, po, të gjitha llojet e produktit i çon laborator. Në momentin që ty dalin analizat për përshkrimit, që atëherë ki drejt me shku në fabrikën në qëka e të bu. Atëherë të një merë masa. Qeku i kam këtu. Po jo, ka qenë interesant, këtu ishte edhe një zyrtare, kemi ndarë atë video, besoj në fund të emisionit e bashkangjet Jetmiri, i cili tha para medjave, tha jo, unë s'kam ardhur për këtë punë. Tha unë kam ardhur si pjesë një grupi për hartim të një udhëzimi administrativ. Vish na kanë thonë hajde qëtu. Pra edhe një person që s'ka lidhje me këtë punë, shkon në qumshtorin Vita, ndërkohë ai është i ngarkuar për hartimin e një udhëzimi administrativ. Pra, po flasim për dikë i cili shkon në inspektim, a ende nuk e ka të rregulluar këtë çështje. Shkon ti njerit në bastisje, derisa nuk e ke kry udhëzimin administrativ. Në momentin që e kryen, çaj udhëzim administrativ nuk ka efekt prapa veprues. Ditën që jenë fuqi, e knej, ti merë masa. Pra ti shkon edhe pa udhëzim administrativ. Po si do të qoftë të zgjatëm shumë, kishim dashur me pa 1-2 video të ministrit Armend Muja, të Leonit të Shtatsh, që në fakt
Përveç që bëri mjegull edhe më të madhe, ai nuk tha kur gjë. Bile tha shumë sene që e dëmtojnë vetë atë. Jetë mirë? A mund që të informata mi dërgu dhe mu si Ministri i Bujqësisë? Une nuk i kam të informata. Që një operator... Unë sot kom bisedu, pakten me 4 prodhues të qumshtit Kosovë. Edhe shqetësimet e tyre për shkak se për hir të korrekcisë ndaj shikuesve. Këtë emision kom pas dëshirë me boj ju përballë fermerëve, prodhuesve të qumshtit, jo unë ta moderoj, po jo të jem përballë jush për shkak se specifikat do të ishte shumë më mirë që përballja të ishte me ta. Dhe mungesë të kësaj mundësie për mi pas ata, kom kontaktu 4 për tyre. Edhe shumica për tyre, pra për këtyre që unë e kom arrit me kontaktu, kanë këto shqetësime. Pra, shqetësimi është si mundet më vënu analizat, për shkak se derisa vonohen analizat, tu krijohet një dëm i madh ekonomik ndaj operatorëve. Por njerëzit nuk blejnë për shkak se mendojnë se çka u ka ndodhur, pra çfarë helme po përdorin këta prodhues. Edhe dëmi është ekonomik i madh ndaj prodhuesve vendor. Në këtë rast përfiton këta importues që vitin e fundit ka pas rritje shumë të madhe. Pra përmendëm vetëm prej Maqedonisë, 320% rritje e importit të qumshtit. Pra këto janë shqetësimet tyre, cilat unë po mundona më bëj avokatit tyre mi ju tregu, mi apo si pyetje juve. I kam dëgjuar dhone. Ne i kam dëgjuar dhone. Dhe pikërisht pe kërkesë të tyre, unë kam lënsu inspektimin e kufit. Deri 1 muaj, nal kamionat derisa janë prodhu analizën. E di se me presionin që janë ballafaqur nga aktorë të jashtë, nuk kemi lëshu pa në çështjet e sigurisë së ushqimit. Dhe të gjitha do të bëhen publike. Pra nuk është vetëm tek operatorët e branshit, po edhe te importuesit. Dhe në rast se dalin analizat, kina informacion, siç i kam thënë edhe operatorëve të tjerë. Në rast se keni ndonjë informacion. Unë po tregoj informacionet që i kam unë janë prej prodhuesve të, pra nuk i bëj që publikisht prej burimeve të pavarur që unë kom bënë ulëm tim. Unë po them, shqetësimet e prodhuesve të qumshtit po ja shfaqi ju vetë. Apo ti thuaj aty në prodhuesve, le të më takojnë dhe le të më paraqisin këto shqetësime. Çdo shqetësim që ka, sa i përket objektivitetit, synimeve tona, unë jam i gatshëm me bisedu me ta. Mi au tregu sakt që e kam parasysh që është interes strategjik i qumshtit. Është interes strategjik që Kosova t'i ketë prodhues, t'i ketë përpunues të qumshtit. E kuptueshme. Kjo është arsyeja pse për shkak të sigurisë ushqimit ne bëjmë inspektime, po nuk i bëjmë publike. Bëjmë publike vetëm produktet caktuara që duhet të tërhiqen nga tregu. Në këtë rast, operatorët ekonomike kanë bërë vetë publike, se kemi pas në parasysh. Dhe tjetra, ne nuk jemi përgjegjës për vendimet ose veprimet që i ka marrë një biznes i operatorët për ushqim. A ka ndonjë fabrikë në Kosovë që ka teknologjinë më të avancuar se Vita? E për këtë është e rëndësishme që të bëhet vlerësimi i ekspertëve që janë aty. A ka fabrikë në Kosovë që prodhon qumsht ose prodhime të qumshtit që është më avancuar teknologjikisht se sa Vita? Ekspertët e AUV-it e bojnë këtë vlerësim. Një vlerësim pozitiv, ekspertët e AUV-it sigurisht e kanë dhënë për teknologjinë e përpunimit të qumshtit freskët dhe kanë licencë. Një vlerësim të gjashëm e kanë bërë për prodhimin e pijeve, ujë të ambalazhuar dhe kanë licencë. Në AUV të paktën ne nuk na është paraqitur dhe këtu ju kam kërkuar dhe AUV-it ma dokumentojnë. A kanë autorizim dhe regjistrim për përdorimin e vajt palmës, qumshtit flor, përzierën dhe mu më është thënë ju. Nuk i kam plotësuar regjistrimin dhe autorizimin. Kaq, nuk ju kemi thënë, ju kemi dhënë kohë për të regjistruar. Leo, ka hezitim, ka pas hezitim për ta deklaruar. Për shkak se ju keni fut me njerëz, me çfarë më thon, më herë për të regjistruar. Jo, keni shkuar atje, keni shkuar ju pyetët edhe njerëz të kabinetit tuaj, pra që s'marrin vesh ata haber aty dhe mi çu ministrisë çka kanë me kthyer ata çumshtorë, për ato çumshtit. Leo t'ju them që pa asnjë fije dyshimi, çumshtoria Vita prodhon qumsht të përzierme
vaj palme dhe gjitha. Nuk i ka produktet e pastruan 100% qosht. Dhe se cili produkt çfarë përmbanon e po i pres analizat përfundimtare. Se aktualisht nuk mund t'ju them se kam atë informacion. Po keni analizat e fundit pritit? Nuk i kam, unë informacionet nuk mu janë ndërzuar, sepse ka aludime të ndryshme. Si minister, unë i kam kërkuar këto raporte. Nuk i kam raportet e analiza përfundimtare për secilin produkt. Besoj dëgjove disa prej pjesëve nga kjo interviste zotit Muja në të shtatë shpresing, dhe në një video e pave çfarë kontradikta ka. Sa jam i bindun që përdorin, ndërkohë tha unë nuk i kam analizat. Pra, qysh mundesh me thonë një gjatë e tillë derisa nuk i raport, nuk i analiza, e në fakt i ka analizat e fundit që janë ndërzu tash me kërkesë të vetë produsit, që janë marrë në mënyrë rastësore, pra në përmarkete. Ka një rezultat analize, po kjo thot, jam i bindun që e përdorin, por nuk i kam. Të vetë fakti që po lunë, se është shumë interesantë, do me thonë, disa herë vetë Leo, Leonard Kryqyuki, Armend Mujin, ministrin, a përdoret në qumshtin vita, kur nuk e thot po, përveç ti momenti kur ishtë qëtë gojë në familje. Pra, kjo po thot që fabrika përdorë vaj palme, po nuk po të regon është qumshti, a janë produkte tjera, se ka të dhe produkte tjera. Nëse përdorë produkte tjera, do me këshu në qëfar sasi, do me këshu e ka shkru. Pra, që kjo, që qëllimisht po dënë me shpërnda mjekull, me thonë që këtë vita është. E mos specifiku me thonë që ky produkt kanë vaj palme, për të tjerat nuk kemi të azëm informata. Ose nuk ka, si shka dalë në kur ishte ajo prella e analiza. Kjo të regon që këtu ka ma shumë dimenzion politik se sa qëllim të mbrojtjes së shëndetit. Se nëse e ki për mbrojtjen e shëndetit dhe qumshtin nuk ka vaj palme, të veç del kallëzon thu qumshtin është në rregull. Apo le të pinë kush don, kur ai pëlqen, kush dalë të blen një tjetër, s'ka lidhje. Apo e dyta, për shembull unë dëgjesha zotin Muja këtu ministrin. Dhe që na kemi brengën e fermerëve. Që ata janë milionera. Dakor. Fermerët, po nuk e patën fabrikën e përpunimit qumshtit, çfarë mund të bëjmë me qumshtin? Në më thonë, prapë i këthejna programit të vetëvendosjes të vitit 2013 e tutje. Na vazhdimisht kemi insistu që zhvillimi i bujqësisë kërkon industrit përpunimit ushqimit, se këtë është, s'mund është me zhvillu bujqësi pa industri. Kjo në këtë botë me dëshmuar vërtet edhe në Kosovë. Atë kujtohen ato ligjëratat e gjata të Albin Kurtit për fabrikë keqafi, që ajo vjen nga që kjo mendësi. Tash kjo po thotë jo, ne ajo s'na vjen industria, na vetë shumë kena prodhu. Për ku e quat shumë. S'ka nëse vendos një ditë. Me atë qitë qelsin, zoti Devolli, po dhe? me çmontu komplet, dhe me qunë në një vend tjetër në regjion. Qatë fështirë me qunë Shqipni fabrikën? Po, që ka ndodhë me shta, 50% të fermerve që dorëzojnë qumshtin në këtë fabrikë. Du të me vjetë Armend Muja, ku e qojnë që ata fermerë që ti pimbronë dhe pistupën, që ku e qojnë që atë qumshtin? Qa bojnë me ta? A kanë me shrit në rrugë? Qysh kanë me shrit? Qa kanë me bo me ta? A kanë me qenë një fabrikë të re për punimi? Të e mpyqë. Dhe me thonë, nëse Kosova nuk investon për me rrit prodhimin industrial dhe me standardizu ato për pajtona plotësisht, Kosova ka me dështu ekonomikisht. Nuk zhvillohet ekonomia vetëm me fermer edhe me qeveri që jep skema sociale. Nuk zhvillohet. Domosdoshëm janë dyjat, po nuk zhvillohet ekonomia. Tash, në vend se me insistu që me u rrit prodhimi, që na përshojnë për shembull rritja ekonomike e Kosovës sipas projekcioneve është ulë, apo? Është ngadalsu, më mirë thënë. Përkundër që Kur'an Murati po thotë që jena më të mirë në botë, është ngadalsu, Banka Qendrore po thotë, FMN po thotë, na vënsem që to më marr si alarm, më thonë na do të më bëj diçka më shumë që më ndihmu prodhuesve vendor që më rrit ekonomia. Këta bashkëtash intervenojnë që me dëmtu prodhimin. Për shembull, po të shakon ministër ose te verifikatasi. Shumë e thjeshtë kjo punë. A kemi qëtë problem? Apo e shojmë që përna rritët importi i vajt palmës dhe qumshtit të pluhur, që dakord duhet me intervenu. I kësha mbledh këtë prodhust. Edhe i kësha thonë, po dojna me bo që shto qëtë punë që me shmangë qëto. Dhe na kërkojmë nga ju produkte cilësore, por po ashtu ju pës, për çka keni nevojë si ndihmë nga shteti. Subvencion të prodhimit, jo vetëm të prodhimit bujqësor, por të prodhimit final. Trajnim të stafit, a e pesë herë përmendje në intervistë që nuk kanë teknolog të ushqimit. Produst. Po pse s'pja trajnon do ministër? Apo do me ndihmu prodhimin vendor, po trajna jo.
Unë ja kisha trajnu si shteti kisha që kudo në përshkolla. Mund është edhe me pagu vetë, si ekspert. Po. Ti financon Bashkimin Evropian, ti financon UNDP, Standardizimi i produktit është investim i shtetit. Për shembull, a e din ti që marka Made in Germany, prodhuar në Gjermani, që është markë e njohur këtë botën, po kur të blejmë na produkte që e shohim Made in Germany, më njëherë besojmë. Pse i besojmë? Se ka investuar shteti gjerman që ajo më bë markë e besueshme. Se shteti gjerman nuk lejon në prodhim që e ka çat markë më kon prodhim i keq. Tash ti llogaret gjithë këtë debat këtu dhe një blerës në Bashkimin Evropian apo në rajon kur është një produkt made in Kosova. Çka thot ai? Çfarë thot ai? Kur të shoh çto thot le. Jo, nuk bën me marrë Që qeveria aty në çfarë thot? Po më sjell në një pikë visara ato që kam unë të përhershme. Kujt i shërbejnë këta? Çe. Kur ka për shembull gjëra për të cilat nuk kemi fol përpara, nuk kemi bë mohabet, nuk i kemi pas programe kështu më radh, ti mund të më thon çështo po do i kam jabu. Për gjërat që i kemi diskutuar. Dhe kur i kemi diskutuar ato pika programore, nuk janë keq që kanë pikë piçilli. Ato i kemi folur edhe me prodhuesat, çka është e rëndësishme kështu më radh. Dhe këtu vetvendosja, po thon kështu vetvendosja i den. Dhe nëse vetvendosja e din që zëvendësimi i importeve është zhvillim ekonomik dhe në ndërkohë merr masa që e rrit importin e dëmton prodhimin vendor, kjo nuk bëhet pe mosdijes. Pra ka qëllim. Që dhe qëllimi nuk e di, po bëjmë mosdijes nuk bëhet. Tonë që vetë ta mund me thonë. Na u impliku ndërkohë si gjithmonë në këto temat e rëndësisë së veçantë, strategjike të interesit kombëtar, deputeti Adriana Matoshi. Tha po na helmoni fëmijët. Dhe rrjedhimisht pastaj del një fermer atje që e prek në fëmijën e saj. Pra, i tha kush po i helmon fëmijët, këshiri që i bjen këshiri tut, qysh po helmohen. Dhe nuk po du me hinë në këtë pjesë të debatit, hiç, se qika e saj është e rritun, natyrisht nuk mban përgjithësi nana për të, apo anasjelltar, se cili ka jetën e vetë. Por neve po na sjell në atë pikën që kemi diskutu vazhdimisht, të një rreziku për një konfrontim në këtë vend. Pra që ky është rreziku, se kur mrin debati deri në këtë pikë, kur ka akuza kastrona, kur del një deputet e thot po ne helmoni fëmijët, dikush që është i prekun, pra i prekun edhe moralisht, edhe financiarisht, sa i fermeri din çka bën. Ai fermeri fillimisht është një ish ushtari i UÇK-s. Vllaun e ka pas në burg me Albin Kurtin. Pra është një njeri me kontribut të madh për vendin. Dhe nëse i drejtohesh atij i thu po na helmoni fëmijët, ai natyrisht që preket. Dhe si pjesë e kësaj prekje të tij, domethënë ka prek morali, sedra, puna, djersa, ai reagon këtë mënyrë. Por rreziku ekziston për reagim tjetër fare. Për reagim edhe më të keq, për reagim edhe më të pastër. Që pastaj neve na çon në një situatë konfrontimit, siç na ndodhi në Skenderaj, apo siç mund të na ndodh gjithandej në këtë. Po se që tash njerëzit fatkeqësisht, edhe këta nuk po dua as me mbështet, por fatkeqësisht njerëzit kanë një moment kur e humbin durimin, e humbin dorën. Dhe nëse ti për shembull sistematikisht sulmohesh nga njerëz të njëjtë, pa kur fal fakti, pa kur fal dëshmie, se tek e fundit edhe nëse dëshmohet që fabrika pas ka përdorur tash, ky është proces gjyqësor që të çojnë burg që ato që përgjegjës. Po s'ka nevojë asnjë deputet më dalë edhe tash kolektivisht me akuzu njerëz. Ja është më pak Adriana Matoshi. Se Adriana Matoshi është recidiviste në këtë drejtim. Edhe unë mendoj që për sa kohë që lëvizja vendosi Albin Kurti dhe të tjerë nuk e kanë një distancim të qartë prej saj për gjuhën e përdorur dhe për nivelin banal të argumentit, se çdo duhet me potencu. Është nivel sipërfaqësor dhe banal i argumentit, nuk ka pikë thellësie dhe mençurie çka thot ajo. Që është plotësisht plapë kundërta me vetëndosjen. Domethënë na kur kemi fol për njerëzit, jo kështu veçanërisht, po për llojin e njerëzit, lloji i njerëzit si Adriana Matoshi. Çaj nivel i, si më thon, diskursit publik, neve me vendosjen nuk ka do më i gërditshme. Çaj sipërfaqësi, çaj budallaki, çaj aty kur thotin sana që s'kan pikë lidhje. Dhe tash, quhet ajo dhe thot kujna. A ngutan me mund që thana se kemi me fermerët. Adriana Matoshi me fermerët e pat. Ka tjerë që përmbrojnë vetëvendosjen me fermerën e pat. U qunë edhe sulmuan protestën e fermerëve, ju thanë debilla, ju thanë kësi, ju thanë asë. Qas ju thanë? Fermerëve,
Terrorist ka pas që kanë thonë. Terrorist ju thëshë. Duhet me ndjek për terrorizëm. A këne e akuzojshin fabrikët që përdor vaj palme. Nëse fabrikat e ka ty përdor vaj palme, që shpo thuti. Qa ka të bë fermeri? Që tu të regon që këta nuk e kanë as me fabrikën, as me vajnë e palmës, me fabrikën, me pronarën që dheti, po se kanë as me vajnë e palmës. E kanë me se cili njeri që guxon me ngritë zonin kundër politikave të Albin Kurtit. Se fermeri nuk përdor vaj palme. Fermeri qatë qumsh që e ka, e qatë atje. Gje, ministri muja theke, jo pas pja u pagu i fermerve. Problem, jashtëzakonisht i madh. Duhet mja u pagu i fermerve që ushin absolutisht pajtona. Po pse pe ngrit këtë friksimin me vaj palme për një sen që s'ka të bëj me ta fare. Edhe pagesa është raport kontraktual, i cili lidhet me zinxhirin e shitjes së produktit final. I ka paralajmëruar me kohë, qysh një janar, çmshtoria Vita, me email edhe ministrin, se jemi të detyruar ta përgjysmojmë pranimin e qumshtit. Sepse kemi 2 milion litra stok. Pra nuk po shitet mjaftueshëm për të absorbuar gjithat. Natyrisht, ku kam i marrë ai paret me pagu edhe çka kam e bë me produktin final. Besomni, vendimi i Vitës me përgjysmu pranimin e qumshtit, ka një fuqi me një korrekt. Të nesërmen këta kanë shku në bastisje. Të nesërmen. Pra lidhet me një vendim që është afarist, që është plotësisht i lehtëshëm, natyrisht i dëmton fermerët, por në fund të fundit është shteti ai që duhet mu kujdes për fermerët, e rrjedhimisht me pas komunikim normal me prodhuesit, me i subvencionu ata që me marrë sasi sa më të madhe dhe me eksportu. Se Kosova nuk mundet me absorbu, me konsumu gjithë këto produkte. Qitone, po thëmë, po tash ti s'mosh me eksportu, me qito nuk mosh me eksportu. Jo, tash e ka kryk. Qito po thëmë ne, pse për shembull Armen Muja, si o bo ministr, se kush do tjetër, se e peqa thata për 2020, s'ta e ka nisë morit importi i vajt palmës. Prej që ka orve vedosja në përshtetje pas ka nisë morit. Apo, që atër është po përkën. Kjo fakt e sulmoj shumë fatën pecin. Jo me emë, edhe se na e dim që e ka në një farë armitësia, riziko da dim, po si do qofë, kjo theke që pejtë që na ornam po shtetë praktikisht. Prej që orve vendosja është rrit importi vaj palmës në mënyrë eksponenciale. Faton Peci ka qenë ministr. Po njëjtë sikur po më tregojnë, prej që kanë ardhur këta ministrat e ri, të zëm, Dimal Basha merret non-stop me letra të Hysën Durmishit, me nxon diku në Hajni. Fitore Pacolli merret me letra të Liburnaliut. Pra non-stop të marrë me ta, mos pe kapin dikun kes, ndërkohë të një partije politike. Ta që të sjellë që e kanë, edhe që të urna që i kanë, nuk i kanë veç për jashtë, i kanë edhe për mbrana. Kjo mendësi policore, kur bëhet kjo si mendësi partijake, të një të veç këshyrë kanë ki mendzonë. Kjo është kriju që ashtu të është vendosja. është bëhet qasë edhe kjo nuk kalohet letë. Na për parti tjera dim që kanë probleme se po flasin, po kur janë nisë me të problemet e tëre, ka më të do hajgare këto kënej. Po si do shëf kjo temë tjetër. Tash, qa kish bon një ministrë që ja do të një kryeministrës parë, dhe pastaj ministri bashkë me ta, që ja do të mirë në ekonomisë Kosovës. Për se cilin sektor, i mbledh këtë prodhuesit. Dhe thot, na do të me bëhet diçka me qëta. Kemi prodhim për shembull të qumshtit fermer me ma shumë se që po mujnë me observu për punues të qumshit, apo? Atë që nga kjo e vërtet. Nëse është për vitën, o shumë ma shumë për tjera që në më të vogël, apo? E tash, hajde pe zgjidhim këtë problem, bashkarisht. Jo të i sulmu, jo me gjuhën e ndëshkimit, se kjo folke me gjuhën e ndëshkimit, kena me ju nëzonë, veç mos t'ju nëzofshin, pse Allah, pse jenë luft me ta. A i thot për shembull, unë nuk po muj me ble qumshit, s'po kam çka me bo. E kush e thështë në vizitë të tillë? Dikush që është e dëshmuar që ju ka qit haraq një sektori tjetër. E të cilët i kanë ndihmu politika me parashkru. PDK-ja. Me parashkru, apo? Që pasu edhe picë në burg. Kam ishja kështë pasu një picë. Për që ta zë asë pofitot më së E ka haram, do me thonë. Po, kjo nuk është i pafajshëm. Sa shpallë se po, se besohet gjithsesi që kjo ka fituar gjithë, ka fituar gjithë. U parashkruve. U parashkruve. Po vjetërsuar dhe mos e marrë gjykata. Ligjërisht s'ke mujt më me denu. Po gjykata nuk ka thonë as i fajshëm as i pafajshëm. Po pse ka ndodhur një gjë e tillë? Sepse kanë ndikuar gjykatë që ky mos mu gjykuar dhe mu parashkruve vepra penale. Sidoqoftë ajo është histori më e vjetër, por është personazhi i njëjtë. Po është e rëndësishme më. Visar, të falenderoj shumë për kohën edhe për këtë diskutim. Unë uroj dhe shpresoj që
Politika mos me pa as prodhuesit, as njerëzit, as kundërshtarët si armiq, por me pa në kontekstin e një demokracie të mbrëmshme që zhvillohet si kudo në botë. Unë jam i stogut, unë e di se çka ndodh me ata prodhues edhe me viten. Unë i përdori produktet e vitës e ju bëj thirrje dhe juve. Këta janë të manipuluese, kanë me dëmtu vitën. Mirupafshim.